Zonja Bajrami në konferencën vjetore të prokurorëve në garë me zonjën Merita Gaga, keni fituar duke u votuar nga 74 prokurorë për të bërë antare e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ky proces tash po kontestohet në disa drejtime, në gjykatë përmes padive dhe brenda Këshillit Prokurorial. Çka dhe pse po ndodh kjo? Betem në fakt është edhe për mua e çuditshme se pse kemi arritur deri në një pikë të tillë. Në fakt unë nuk e kam pritur që gjithë ky proces i cili ka qenë transparent dhe i lehtëshëm, i zhvilluar në bazë të ligjit dhe rregullores, po arrin në një pikë të tillë ku po kontestohet kaq shumë në disa dimensione. Për mua është befasuese dhe nuk e kam pritur që do të vim deri te kjo situatë, sepse kam pritur që nga 1 janari do të filloj të ushtroj mandatin tim si antare e ri e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Kjo mbi bazën e asaj, siç thatë edhe ju, sepse unë kam fituar me 74 vota, pra me vullnetin e prokurorëve të prokurorive themelore të vendit. Kështu që për mua është jashtëzakonisht e çuditshme se si erdhi deri te kjo situatë. Tashmë edhe ju e përmendët, procesi është duke u zhvilluar në disa drejtime, gjithsesi kontestimi i këtij procesi është në disa drejtime, është brenda vetë Këshillit Prokurorial, përbërjes së kaluar të Këshillit Prokurorial, por edhe përbërjes e cila tashmë është aktualisht me 5 antar të Këshillit Prokurorial, por gjithashtu është edhe në dimensione të tjera pranë gjykatës, ku kemi disa procese gjyqësore. Është procesi im gjyqësor, ku unë aty jam padice kundrejt Këshillit Prokurorial, si dhe është procesi gjyqësor ku një medium ka kundërshtuar, gjithsesi ka paditur Këshillin Prokurorial me qëllim të anulimit të rregullores mbi bazën e të cilës është zhvilluar edhe procesi. Prandaj për mua është e çuditshme pse po vjen deri te kjo, po si duket nga ajo që gjithë është parë nga takimet të cilat kanë qenë, sidomos muajt e fundit, shihet se ka persona të tillë brenda sistemit prokurorial të cilët nuk janë pro reformës në Këshillin Prokurorial. E dim që ligji ka hyrë në fuqi, ligji i cili bën ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Këshillin Prokurorial. Ky ligj ka ndryshime të shumta të cilat i ka sjell duke filluar fillimisht nga zvoglimi i numrit të antarëve, dhe kështu që kjo si duket ka sjell pak kënaqësi brenda grupeve të caktuara të prokurorëve dhe të njëjtit nuk janë pro reformës, nuk janë pro asaj që Këshilli Prokurorial të jetë një këshill prokurorial i cili do të punojë në interes të publikut, do të punojë në interes të prokurorëve dhe do të jetë thjesht një këshill transparent dhe që vepron drejt dhe lehtëshëm, ashtu siç ka mandat në bazë të kushtetutës dhe ligjit.